8 marsi njihet si dita e gruas në të gjithë botën. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhe dhe prejardhje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe dhe drejtësi. Ndonse në këtë ditë, në vende të ndryshme të botës, gratë mblidhen për të protestuar kundrejt padrejtësive që ju bëhen në shoqëri, në Gostivar kjo fest kaloi me lule, urime, kartolina apo dhurata të tjera që jep mesazhin se gratë në qytetin e Gostivarit plotësisht janë të kënaqura me pozitën e tyre dhe mënyrën se si trajtohen. Në shenjë respekti ndaj qenies më të shtrenjtë që i dha jetë botës, restoranti sapo hapur në Gostivar Doris, i cili gjendet tek ish objekti i restorantit Oscar, sot në qendër të qytetit ndau lule për të gjitha kalimtaret e rastit, të cilat më pas nga organizatorët uftuan për nga një kafe gratis në restorantin Doris. Nevria Demi, i cili mori përsipër shpërndarjen e luleve në sheshin e qytetit, tha se ideja e këtij organizimi ishte i menaxherës së restorantit Imerlie Saliu. Atëherë restoranti sapo hapur në Gostivar, restorant Doris, bëri një organizim sot për dhurimin e luleve për 8 mars, pra ti përkujtojmë ata të cilët dhanë sakrificën tonë më të madhe, edhe pse restoranti udhëhiqet edhe nga një femër, kjo e bëri atë pak më të rëndësishme që ne sot të dalim dhe të dhurojmë nga një lule plus nga një pije gratis për të gjithë nënat, gratë dhe motrat tona. Ndryshe, shikuar nga aspekti kronologjik, kjo ngjarje më së shumti shënohet pas luftës së parë botërore, ku si rrjedhoi e humbjes së mbi 2 milion ushtarëve rus, gratë ruse të dielën e fundit të shkurtit të vitit 1917 u bashkuan në grefurie kundër bukës dhe paqes. 4 ditë pas fillimit të kësaj greve, cari u detyrua që të jep dorëheqjen dhe qeveria e përkohshme ju dha grave në Rusi të drejtën e votës. Kjo ngjarje ndodhi në datën e 8 mars, që prej asaj dite, dita ndërkombëtare e gruas mori dimensione të tjera dhe filloi të festohet në mbar botën. Më 8 mars, në vitin 1910, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada dhe në vende të tjera të botës, u bën protesta të mëdha për të drejtat e gruas.